çuditje e rëndësishme le të themi sot sa i takon përballjes së institucioneve të pavarura të drejtësisë me kuvendin e vendit, sidomos me opozitën shqiptare, të paktën do të jenë krejt e institucioneve të cilët priten të raportojnë sot në kuvendin shqiptar sa i takon rezultateve të punës së tyre për gjatë vitit 2024, ku do të jetë prokuroria e posaçme apo Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, si dhe Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë. Megjithatë, peshën më të madhe gjatë këtyre raportimeve pritet ta mbaj pikërisht Altin Dumani si kreu i SPAK, drejtuesi prej prokurorisë së posaçme, ku pritet të ketë një përballje për herë të parë tashme me Sali Berishën, pra liderin e Partisë Demokratike, nga momenti që SPAK i ka komunikuar akuzën e korrupsionit liderit të demokratëve Sali Berisha. Megjithatë, pritet le të themi të ketë debatet e forta mes opozitës dhe Altin Dumanit sa i takon raportimit të këtij të fundit. Kuptohet që Altin Dumani do të bëjë një raportim të thellëuar sa i takon punës së prokurorisë së posaçme për vitin 2024, sa i takon goditjeve të grupeve kriminale, por dhe arrestimeve ose hetimeve të drejtues ose të krerëve të lartë, le të themi, të politikanëve të lartë ndjes, të cilët po janë akuzuar kohët e fundit për vepra të ndryshme penale, kryesisht të korrupsionit apo të pastrimit parave.